Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër, mirë se vini në News 24. Altin Doci, një nga emrat më të shumë përfolur të botës së krimit, i pandehur në procesin plumbiar dhe i konsideruar si krahu i armatosur i organizatës kriminale të drejtuar nga vëllezit France Hajdar Qopja, është arratisur mesditën e sotme nga spitali rajonal në Durrës në nënhundën e policisë. Si ka ndodhur ngjarja, kush janë punojësit e policisë të cilët e shoqëruan, a kanë ceduar rregullat e sigurisë gjatë shoqërimit nga ambienti i paraburgimit të Durrësit për në spitalin rajonal. A u qëllua nga forcat e policisë në drejtim të tij për të parandaluar arratisjen? Kush është ky personazh kontrovers i botës së krimit që konsiderohet ndër njerëzit më të rrezikshëm sa i përket fushës së vrasjeve? Për këtë do të flasim në pjesën e parë të emisionit në Shënjestër, ndërkohë në pjesën e dytë do të ndalemi tek një tjetër ngjarje trondice, vrasja e 19 vjeçarit Pavlin Preka, i cili u ekzekutua në oborrin e banesës së tij nga të afërm të një vajze të cilin ai ishte me sa duket fiksuar dhe donte me patjetër ta kishte si partneren e tij. Por ka mjaft detaje interesante ajo ngjarje për të cilën është folur thuajse shumë pak dhe që sigurisht ka tronditur mbar opinionin publik shqiptar, që tashmë janë edhe personat e parë të arrestuar në lidhje me këtë ngjarje. Përpara se të prezantoj të ftuarit e mi për këtë mbrëmje, do t'i lutash regjin të më shfaq dy nga pamje, dy momente. Është momenti i arratisjes, është pikërisht ky momenti kur Altin Doci ka dalë nga ambientet e spitalit rajonal në Durrës dhe vrapon për tek automjeti tip Audi, i cili e pret në parkimin e spitalit. Është pikërisht ky automjet, të cilin emisioni në Shënjestër ka mundur ta siguroj, janë dy foto të automjetit në hyrje dhe në dalje të Durrësit, automjeti i cili rezulton me targa të vjedhura sipas verifikimeve paraprake të policisë dhe të prokurorisë në qytetin e Laçit. A ishte një plan i mirë organizuar ai arratisjes së Altin Docit dhe cili është ky personazh që në fakt rezulton me shumë dritije në botën e krimit? Për të folur për këtë ngjarje, por edhe për vrasjen e Pavlin Prekës, unë do të kem sonte në bisedë Andi Borën nga Sken Krimi. Mirëmbrëma Bora, mirë se erdhe. Faleminderit Claudio. Dhe avokatin Kujtim Ibrahim, mirëmbrëma avokat, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjetën. Andi, do ta nisim së bashku, do të ndalemi pak tek dinamika e ngjarjes. Ku ndodhej Altin Doci në momentin që u arratis, duhet kemi parasysh në nënhundën e punonjësve të policisë së Burgjeve? Qiko, nga informacionet që kemi marrë, Altin Doci ka shfaqur shqetësim dhe për këtë arsye është shoqëruar edhe nga forcat shoqëruese të policisë së Burgjeve në paraburgimin e qytetit të Durrësit për të ushtruar një kontroll mjekësor në spitalin rajonal të qytetit dhe më konkretisht tek infektivi, pra që është edhe një seksion më i veçuar në këtë le të themi perimetër të spitalit të Durrësit. Di që kanë qenë le të themi dy persona që janë marrë nga paraburgimi i Durrësit, Altin Doci dhe një person tjetër, duke qenë 6 le të themi shoqërues bashkë me shoferin, të cilët kanë shkuar në spital, sigurisht e cila është një procedurë që kërkon edhe shoqërimin me forca mbështetëse të policisë së Burgjeve. Nga drejtori i burgut, nga mjeku i spitalit. Patjetër, janë procedura që kryen këto deri në momentin që personi. Dhe punonjësit e sigurisë, pra 6 punonjës sigurie kanë shoqëruar sipas jush 2 paraburgosurit. Dhe i kanë dërguar në repartin infektiv. Që duhet ta sqarojmë për opinionin publik, është i përshtatur për trajtimin e personave të paraburgosur që shkojnë nga paraburgimi i Durrësit. Atëherë. Dhe çfarë ka ndodhur aty? Tani, në këtë moment, njëri prej këtyre të paraburgosurve është kthyer. Janë 3 persona të tjerë që kanë shoqëruar dhe kanë ngelur 3 punonjës tjerë të Burgjeve me Altin Doci. Është kryer kontrolli mjekësor, është kërkuar që të bëjë edhe një serum për shkak të gjendjes që Altin Doci kishte kërkuar pra dhe që nuk e paraqiste mirë. Në këtë moment ka kërkuar pretendonte që ishte në një gjendje jo të mirë shëndetësore. Patjetër. Dhe në këtë moment ka kërkuar që të shkojë edhe në tualet. Në momentin që është hapur derë dhe dikush prej tyre, pra një nga punonjësit e policisë ka dashur që t'i vendosi prangat për të shoqëruar, i ka qelluar të dy dhe nga kati i tretë i infektivit ka zbritur edhe tek pamja ku ne e shohim. Ka zbritur poshtë. I ka qelluar efektivt e policisë nga informacioni, i ka goditur. Kur themi ka qelluar fizikisht pra. Ndërsa njëri prej punonjësve të policisë, të paktën nga informacionet që unë kam, ata të shoqëruesit janë djem të përgatitur, sepse dua ta them që dhe i njoh për shkak të komunikimeve që kam në qytetin e Durrësit, njëri prej tyre ka nxjerrë armën e shërbimit, edhe sipas procedurës që kërkon protokolli në raste të tilla kur
le të themi, i arrestuari tenton të largohet nga vendi i vuajtës së dënimit, që dhe në këtë rast ai ka qenë sigurisht kështu do të cilësohet edhe pasi është i përshtatur. Kodi e parashikon që të qellojë, e ka qelluar nga këmbët plumbi, nuk e ka kapur dhe Altin Doci ja ka dalë të largohet nga godina. Andi, më shpjego sepse pavioni infektivit, ne dim, kemi qenë të dy për shkak të profesionit tonë, është në katin e tretë të spitalit rajonal. Si ka zbritur nga kati 3 deri në katin e parë, pa patur asnjë pengesë Altin Doci. Pavarësisht rrezikshmërisë së paraqet, pra si ka arritur të mos ketë asnjë pengesë dhe të mos ketë asnjë reagim nga ana, jo vetëm pra ka qelluar njëri nga punonësit e policisë në drejtim të tij, por do duhet kishte patur ndoshta dhe një tjetër kordon sigurie, do duhet kishte patur dhe zyrtar të policisë kur ka personazhe me rrezikshmëri kaq të lartë, është subjekti spak ai. Po, patjetër sepse akuzat i ka shumë të rënda të paktën Altin Doci. Dosjet nga të cilat emri i tij del në sipërfaqen e botës krimit janë dosje shumë të rënda dhe që sigurisht kjo kërkon një procedurë më protokollare kur bëhet fjalë për shoqërimin e këtyre personave, të cilët duhet ta kuptojmë që çdo tentativë të mundshme që ata mund t'i ofrohet, ata ma besoj që do ta shfrytëzonin dhe aq më tepër ky rast që vërtetoi pikërisht ato që dikush që do ta ratiset ja arrin qëllimin. Tani ka një procedurë nga kati 3. U largua pas një pengesë sepse çfarë ndodh. Drejtoria e përgjithshme, më saktë institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, IVP ose pra burgimet dhe burgjet, kërkojnë për raste specifike të personazheve të rrezikshëm mbështetje edhe nga forcat e rendit. Është kërkuar në rastin konkret? Në rastin konkret, policia e Durrësit pretendon që nuk është kërkuar. Pretendon, por nuk kemi asgjë zyrtare. Nuk kemi asgjë zyrtare. Do duhet pritur edhe kjo për të parë, sepse realisht në rastin konkret nuk e di nëse 3 oficerë le të themi ose shoqërues të policisë së burgjeve mundet të ta parandaloni sepse siç u pa nuk e parandaluan dot. Atëherë, Andi, e rishojmë edhe një herë me ndihmën e regjisë edhe automjetin, sërish është ky automjet që ne kemi arritur të sigurojmë një fragment i shkëputur nga kamerat e sigurisë nëse regjia më dëgjon, me cilin Altin Doci është larguar. Pra është kapur automjeti, është edhe një pamje tjetër, edhe në ardhje dhe në largim nga qyteti i Durrësit. Ky automjet e ka pritur pikërisht tek parkimi i spitalit rajonal, nisur nga ky detaj, pra nga fakti se ky automjet e ka pritur Altin Docin tek parkimi. Ju bën juve të dyshoni që ishte një plan i mirë menduar nga ana e të paraburgosurit për t'u arratisur, dhe a kemi ne informacion nëse Altin Doci ka qenë dhe më herët në këtë pavion, pra tek pavioni infektiv për t'u trajtuar për problematikat shëndetësore? Këtë informacionin e dytë nuk di ta konfirmoj Klod nëse ka qenë më herët apo jo, nuk e kam këtë informacion, por ajo çfarë unë mund të bëj një analizë tani për sa i përket gjithsaj që ndodhi dhe ti ke 2 automjete të cilat qëndrojnë pikërisht në vendin ku ti je duke marrë trajtimin, qëndroj poshtë, do thotë që ky është një plan i mirë menduar. Dhe këtë plan të mirë menduar ti do duhet kesh si backup apo si mbështetje një grup i cili të suporton financiarisht dhe ka mundësinë që ty të të largojë nga vendi e themi e izolimit. Tani në rastin konkret ne kemi bërë shumë diskutime për telefonat cilët hynë në ambientet e burgut. Patjetër. Dhe kjo është një nga, le të themi, jo më larg se para disa kohësh në qytetin e Durrësit, në paraburgim, u shtruan kontrolle dhe u gjetën celular. U kapën disa celular. A është kapur telefoni i cili unë pretendoj që Altin Doci mund ta ketë pasur, sepse nga do ta realizonte ky gjithë të plan, kaq të mirë menduar që shiko se nesër filanor në këtë moment do qëndrojë ose do të jem tek infektive dhe të vinë dhe të marrin 2 makina, do të thotë që ky ka pasur kontaktet e vazhdueshme me grupin e tij. Se kush ka qenë? Shkojmë pak tek avokati. Avokat, çfarë ka ceduar sipas jush në këtë çështje, pra sa i përket sigurisë, që një emër shumë i rrezikshëm në botës krimit ka arritur të arratiset? Klodi, për vërtetës, Altin Doci është një person me precedent të rënd kriminal dhe Altin Doci është dënuar në Itali, ka bërë disa vite burgut në Itali për vepra të rënda penale dhe pas lirimit nga burgu italisë është kthyer në Shqipëri, ku ka shfutur pastaj në pjesët e grupeve strukturave kriminale, organizata kriminale shqiptare. Mos harroj, unë perceptimin për burgun e Durrësit e kam shumë, duket si kavalishenca e Durrësit. Burgu i Durrësit është një burg... Po, ka një siguri tullet, është e vërtet. Ku siguri shumë tullet. Dhe këtu duat të ndalen pak, tek siguria, mundet një person që është subjekti spakut i akuzuar për vepra të rënda penale, 4 vrasje, po ashtu organizat kriminale, të jetë në një paraburgim që nuk ka siguri? Po, të dërë thoja, pra, burgu i Durrësit quhet për të burgosur një kavalishencë jo burg. Nuk ka asnjë lidhje burgu i Durrësit me një burg të sigurisë, as po themi as të zakonshme jo. Dhe unë jam habitur sot kur mora vesh se si ka mundësi që Altin Doci ndodhej në këtë burg të sigurisë zakonshme, ku niveli i sigurisë është shumë i ulët. Ku aty kanë vajtur personalitete, kanë vajtur
pjesë administratës të lartë që janë dënuar, aty ndodhet kryetari i bashkisë zoti Velia, ndodhet disa personalitete që cilat kanë qenë në detimin e shtetit shqiptar, dhe si është e mundur që ky person ka arritur të akomodohet në këtë burg me siguri shumë të ulët. Pika e parë. Pika e dytë, mos harrojmë, kjo është një arratise spektakolare për shkak të një mirë organizimi perfekt në çdo detaj, sepse mos harrojmë që njerëzit ose grupet ose kushtet që është interesuar e di shkallën e sigurisë që ka secili burg dhe forcat që e shoqërojnë. Dhe këta kanë shfrytzuar gjithë momentet. Pse konsideroni spektakolare? Spektakolare nga pra cilat janë elementet që mënyra e arratisës spektakolare për shkak të organizimit perfekt që ka pasur. Pra, gjithçka është llogaritur në çdo moment, në çdo minutë veprimet e tij dhe veprimet e personave të tjerë të cilët e kanë pritur dhe e kanë shoqëruar. Sepse si është e mundur që ky person shkon me një policë, me 2 policë dhe grupe të gatshme nuk ka. Pra ne e dimë që forcat e drejtorisë burgjeve kanë DAP-in. Do të thënë forcat, po themi forcat elitare, forcat speciale. Forcat speciale të burgjeve, patjetër. Dhe ky person si është e mundur nuk shoqërohet nga forcat speciale të burgjeve. Pra po thoni do duhet ishin lëvizur forca speciale për të bërë shoqërimin e këtij të paraburgosurit. Sepse të gjithë paraburgosurit me precedent të rënd kriminal shoqërohen nga DAP-i në gjykatë, të gjithë. Sepse duhet shkallë e lartë sigurie. Kjo dhe dua të ndalem. Pra ju keni një dyshim që ka patur edhe zyrtar të burgjeve apo zyrtar të institucioneve të tjera që mund të jenë implikuar për të favorizuar Altin Docin për arratisje? Jo, këtë Klodi nuk mund ta them, por unë them nga shkalla e ulët e sigurisë ata kanë përfituar. Pra, neglizhenca e drejtuesve të burgut Durrësit ka qenë neglizhencë totale për shkak të qetësisë që ndodhet në atë burg. Është një burg të thash, është një kavalishens, nuk ka lidhje fare me burgun, nëse shohim 313 ose burgjet e tjera në Shqipëri. Pra, burgu i sigurisë, burgu i Durrësit gjithmonë ka qenë për persona, për lehtësira që u krijohen në atë burg. Por që tentativa për arratisje vetëm njërë mbaj mendun përpara disa vitesh që dikush doli nga rrethimi, po fati për sistemin e sigurisë që theu këmbën, edhe arritën ta kapnin, por tentativat kësaj natyre nuk ka pasur për arratisje, se ta thash në njoh mirë si edhe si institucion. Ande, unë po them këtë, shkalla e sigurisë në atë burg ka qenë gjithmonë e ulët. Avokat. Ne dimë dhe është një burg i vjetër, një burg pas një lloj kushtit, pas një lloj shkallë sigurie, ai ka gjitha elementet bashkë. Nuk zgjodhi të arratisej në paraburgim, zgjodhi të arratisej nga një institucion tjetër, siç është Spitali Rajonal, dhe kjo ndoshta na bën ne të dyshojmë që përgjegjësia mund të jetë edhe më e madhe, pra përfshirja e institucioneve të tjera, pra jo vetëm e burgjeve, mund të jetë edhe më e madhe. Unë besoj, Klodi, që gjatë hetimit, besoj mund dalë edhe element të tillë të vrave penale të ushtruar nga punonjësit e policisë ose nga drejtuesit e burgut, jemi në fazën paraprake, sepse mund të ndodhë që mund të ketë pas bashkëpunim nëpërmjet drejtuesit të burgut ose oficerëve të ndryshëm të policisë burgje ose policisë të burgje. Duhet hetohet ky aspekt? Absolutisht duhet hetohet. Transferimi i tij në atë burg, pra vendosja e tij në atë burg. Që nga vendosja e tij në burgun e Durrësit deri te momenti që ky është larguar, sepse ka element të ulët sigurie në gjitha shkallët e lëvizshmërisë. Tani ka gjithmonë avokat sa herë ndodh një arratisje ose një ngjarje kriminale, kemi pezullim ose të zyrtarëve të burgjeve ose pezullim të zyrtarëve të policisë apo drejtuesve të policisë. Ka dhe marrë pandehur, ka procedime penale. Ose pandehur, po përgjithsisht kjo është veprimi i parë dhe masa e zakonshme që jepet në këto raste. Mendoni që është masa e nevojshme në momentin ku, pra fakti që është arratisur një person me kaq rrezikshmëri, mjafton për të shuar gjithë të zhurmën e madhe, sepse ka ndodhur një ngjarje edhe në 113 vjetorin e krimit policisë së shtetit, kur policia në fakt do duhet të ishte më në këmbë se kurrë. Klodi, unë duhet ta them hapur, për hir vërtetës unë ruaj një respekt shumë të veçantë sidomos për policinë e burgjeve, për shkak të kushteve, mos pagesa e mirë gjitha. Pra kam një respekt të veçantë për ata. Djem dhe vajza dhe gra që punojnë aty, se mos harrojmë, burgu është një vend ku punohet në vështirësi shumë mëdha dhe kushtet janë shumë të ulta për sa i përket financimit dhe po themi mirëqenies së këtyre personave që punojnë aty. Dhe unë nuk jam kurrësi që këta persona të ndalohen ose të procedohen penalisht deri në arreste me burg. Por unë besoj që masat duhet të jenë administrative në këto raste, pavarësisht se ngjarja është shumë e rëndë, unë nuk jam për masat ekstreme për në burg. Unë jam që masat administrative duhet t'jepen dhe duhet t'jepen në mënyrë të shpejtë dhe të pahet përgjegjësi penale. Por mos harrojmë përgjegjësia penale nuk mund të fillojnë të policë. Është ende herë për folur sepse mund të rezultojë që të ketë edhe të implikuar në mesin e tyre, kështu që këtë do t'ja lëm hetimit dhe patjetër ka shumë për të diskutuar sa i përket implikimit. Andi, ne ndjekim shpesh procese gjyqësore dhe Altin Doci është zyrtarisht duke u gjykuar në gjykatën e posaçme në kuadër të procesit plumbi art për vrasjen
e Andi Zylifit në Peqin në vitin 2019 dhe plagosje në Arditur Ruçit, vepra penale të kryera në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Unë doa të bëj një profil të Altin Docit bashkë me ju, sepse ka patur mbi supe fillimisht akuza shumë të rënda, kush është ky personazh, kur u arrestua, cilat ishin akuzat e pare që rëndonin mbi supet e tij, të cilat më pas u rrëzuan dhe dëshmia e Nureddin Dumani që implikoi. Pra t'ja nisim nga pika zero. Kur u arrestua dhe mbi çfarë baze u arrestua Altin Doci? Altin Doci fillimisht u arrestua për dyshimet për vrasjet si i përfshirë në vrasjen e Angela Avdis dhe Dorian Shkozësh, kam përshtypjen në shkurt të vitit 2020 dhe vetëm pak muaj më pas në prill të vitit po 2020 u vranë dy vëllezërit Viktor dhe Besmina Xhia në tregun e makinave në qytetin e Durrësit, në Shënavlash. Kemi raportuar të dy nga ato ngjarje, nga vendi i ngjarjes. Një vrasje e rëndë. Një vrasje ku supozohej që në automjet do duhej të vritej Altin Doci vetë. Pra sa ngatruar është gjithë historia, derisa fillon zbardhet dëshmitar mbas dëshmitari. Fillimisht ka qenë i arrestuar për këtë vrasje Klevis Alla, i cili ka dhënë dëshminë e tij. Fillimisht u mor si një person i cili do të bashkëpunonte me sistemin e drejtësisë. E mori fillimisht, por e humbi për shkak sepse nuk i rrëfeu ngjarjet ashtu siç do duhej. Pra në atë kohë, në mos gabohem, Klevis Alla akuzoi Altin Doci si i përfshirë në këto dy ngjarje kriminale, ku në njërën u vranë dy vëllezërit Haxhia dhe në tjetrën dy miq, Dorian Shkoza dhe Angela Avdia. Pra një servisi. Por ndërkohë fshehu të vërtetën duke mos rrëfyer për emrin e Nureddin Dumanit. Pra për ta sqaruar. Tani, çfarë ndodhi më pas, sepse Altin Doci në atë kohë këmbgulte që nuk i kishte kryer këto ngjarje, pra nuk ishte i përfshirë. Si vijoi gjithë historia? Tani, ideja është që këto rrëfime të le të themi të Klevis Allës e bën që ai të humbiste statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, ngjarja nuk rrufihet siç duhet, dhe përgjimet e SkyCC nxorën në sken Nureddin Dumanin. Duhet kujtojmë një gjë në atë kohë, Klod. Personi i parë i cili për të katërta këto vrasje, po themi, për të katërta viktimat ose dy vrasjet, gjithnjë ka shkuar mendimi tek Talo Çela. Talo Çela ishte përfshirë në këtë vrasje, ndërkohë që Talo, vetë në një intervistë një kolegu tonë, rrëzoi gjithë të histori, duke një çudi e madhe të dëgjojë Talon, teksa rrëzonte pretendimit që ai nuk ishte pjesë e këtyre atentateve. Dhe vërteta rezultoi kështu. Ishte Nureddin Dumani, ai i cili ishte i përfshirë në këtë histori. Atëherë, që ta sqarojmë. Vrasja e Andi Zylifit ka ndodhur në Peqin në vitin 2019, në atë kohë, sipas dosjes hetimore të SPAK, rezulton se Altin Doci ishte rekrutuar nga Talo Çela për të kryer këtë vrasje për llogari të vëllezërve Franz dhe Hajdar Çopja, të cilët ishin në një konflikt dhe vijojnë të jenë në një konflikt shumë të përgjakshëm me grupimin tjetër kriminal të drejtuar nga Erion Alibej. Nga përplasja ne e dim janë shkaktuar shumë viktima. Dhe patjetër që organizata Çopja pritet të nisë gjykimin në gjykatën e posaçme për një mori vrasjesh, por edhe akuzash të tjera penale. Në fakt fillimisht u mendua që Altin Doci po vepronte për llogari të Nureddin Dumanit dhe për shkak të përplasjes mes Talo Çelës dhe Nureddin Dumanit, Talo Çela kishte marrë krahun e vëllezërve Çopja, ndërkohë që Nureddin Dumani ishte bashkuar me Erion Aliben dhe po vriste kundërshtarët të cilët i dyshonte për masakrën e Bradasheshit, ku ju vra edhe vllai i tij Endrit Alibej. Ishte dëshmia Nureddin Dumanit pas plagosjes që e implikoi në këtë ngjarje dhe që u ngrit akuza pasi SPAK u tërhoq nga 4 vrasjet e kryera në Durrës. Pas kësaj dëshmie, pra mund të më thuar disa detaje të dëshmisë të Nureddin Dumanit që e mbajtën prapa hekurave dhe se si SPAK arriti ta zbulonte që ishte antar aktiv ose krahu i armatosur i Çopjave? Nureddin Dumani filloi të fliste. Nureddin Dumani filloi të fliste për atë çfarë kishte ndodhur, duke marrë përsipër, le të themi, të katërta vrasje, të dyja këto vrasje, ishte pikërisht dëshmia e Nureddin Dumanit, ajo e cila do të rrëzonte të gjithë pretendimet e, le të themi, Klevis Allës, për mënyrën se si ishin rrëfyer këto ngjarje. Në anën tjetër do të kujtojmë dhe diçka, do të kujtojmë dhe dëshminë e Erion Alibejt Klod në këtë histori, se ka qenë dhe kjo një dëshmi e fortë përsa i përket përfshirjes së Altin Doci, duke qenë se Altin Doci vepronte për llogari të kundërshtarëve tashmë të Erion Alibejt. Patjetër, fillimisht ishte pa qartë për arsye që ne i shpjeguam më pas nga zbërthimi i aplikacionit koduar, por edhe nga rrëfimet e të penduarve u bë gjithçka e qartë, edhe pse u deshën gati 5-6 vite. Dhe tani, dhe në dëshminë e Erion
Erion Alibejt, se për mua është një dëshmi ndoshta e cila qëndron edhe më fort se sa dëshmia e Nureddin Dumanit në këtë histori, duke marrë në konsiderat faktin e bisedës midis Nureddin Dumanit dhe Erion Alibejt për mënyrën se si do të kryej ky varg ekzekutimesh për si vazhda akmarrjes për ato që kishte ndodhur Erion Alibejt në Bradashesh. Në Bradashesh ky u vra vllai, xhaxhai dhe një shtetas turk. Si ta shpjegova, Altin Doci do duhet të ishte viktim, do duhet të ishte njëra nga viktimat e prillit të 2020-s në makinë me njëri nga vëllezërit Viktorës e Besmir Axhia, po kam përshtypje me Besmir sepse Viktori mendoi që nuk ishte i përfshirë. Atëherë, një person i cili nuk ishte i përfshirë. Janë edhe njëjta zonë nga Puka, dyshohet edhe për përfshirët cilët nuk kanë pasur në aktivitete kriminale ata me njëri tjetrin, le të themi në fushën e trafikut të drogës, dhe mbas kësaj historie do duhej që Altin Doci të ishte sërish viktim, por në varrimin e dy vëllezërve, por nuk shkoi. Pra ishte bërë target i grupit kriminal të Nureddin Dumani dhe Erion Alibejt për t'u ekzekutuar. Avokat, po marr pak kohë sepse shumë e koklavitur dhe do kthehem tek ju. Sepse këta janë ndërthurur aq shumë njëri tjetrin sa që Atëherë, në gjithë këtë mori dhe në gjithë këtë situatë, ai u arrestua për shkak të fëmijës së Klevis Sallës. Çfarë nuk ka bërë përshtypje Andi? Edhe besoj edhe ju ka bërë përshtypje është që në momentin e arrestimit të Altin Docit ka një detaj aty tek të gjitha komunikimet në Sky të organizatës Qopja dhe të Mikel Kamami që shqetësohen, sepse nuk arrinin do të gjeni një person i cili tërhiqte këmbën. A e bën kjo Altin Docin një personazh shumë të rrezikshëm? Dy fish më të rrezikshëm se ne mund ta kemi perceptuar deri tani çfarë rrëfyem. Ndoshta kjo që ndodhi sot në qytetin e Durrësit, në spitalin, le të themi, në pavionin e infektivit, tregon që ky person i duhet njerëzve jashtë, i duhet tyre personave të cilët kanë fuqinë financiare për shkuar për ta marrë me dy makina, të cilët ndoshta i kanë ndërtuar të gjithë infrastrukturën e komunikimit për të, le të themi, ndërtuar këta arrati. Altin Doci, siç e tham, dyshohet që ka qenë një nga anëtarët më aktiv të grupit të zjarrit përsa i përket vëllezërve Qopja. Njëri është Franz Qopja, është i arrestuar dhe ekstraduar nga Dubai në Belgjik. Dhe ka nisur dhe gjyqi atje kam në Belgjik për vrasjen e Arjan Spahiut ose i njohur ndryshe si Arjan i Vogël, ndërkohë që Hajdar Qopja vion të jetë i lirë dhe sipas informacioneve dyshohet të jetë në Dubai. Dyshohet që mund të jetë atje, por nuk e di. Ne do të rikthehemi sërish sa ngjarje, por duhet të ndalim pak tek avokati. Një CV e pasur kriminale avokat, si duhet të sillen burgjet ose institucionet e sigurisë në raport me këta persona? Për izë vëdetës, Klodin e dim të tretë, sepse personat të ndryshëm me precedent të rënd kriminal, sidomos ata që ku kanë bishpin disa vrasje, pra Drejtoria Përgjithshme e Burgjeve duhet ketë masa maksimale siguriet dhe në një kohësisht duhet të jetë bashkëpunim me Policinë e Shtetit. Dhe nuk e kuptoj se si Policia e Burgjeve, po flas në rastin e Altin Docit, nuk ka njoftuar dhe Policinë e Shtetit Durrësit për bërshtuar masat e sigurisë për këtë shtetas. Këta janë shtetas me rrezikshmëri shumë të lartë dhe interesi i grupeve kriminale shumë i lartë që këta persona... Kryqë të do pyesja. Bora tha që duke qenë personazhe të tillë që kryen vrasje, janë gjak ftohtë, kanë CV të pasur kriminale, duhen jashtë. Mendoni që ka patur një interes të drejtë për drejtë nga grupime kriminale, ndoshta grupimi kriminal Qopja që ka aktiv disa nga anëtarët apo grupe tjera që ai të ishte jashtë? Pra, interesi i grupeve kriminale është ky person të jetë jashtë, që ky përsëri vepra penale. Përse? Mos harrojmë sepse ky person nuk ka çfarë të humbë tani. Pra, vepra penale, cilat e atribuohen Altin Docit, shkojnë për burgim përjetshëm. Dhe një person i cili e pret burgimin përjetshëm nuk ka çfarë të humbë. Do arratiset, do kryej vrasje prap për shkaqe ekonomike që të marr ca para që të ketë me janë gjatë viteve të burgut. Nisur nga personaliteti i Altin Docit, mënyra se si është kryer arratisja, të cilën ju e konsideruat spektakolare. Mendoni që është një arratisje e kushtueshme? Mendoni që ka kërkuar shumë investim? Besoj që dikush ka pas interes shumë të lartë dhe është investuar shumë që Altin Doci sot jetë në liri. Nëse unë do ta arsyetoja ndoshta pak më ndryshe vetëm për një moment. Por mua nuk do të ishte shumë e vështirë nëse i fusim një telefon në burg dhe i çojmë dy makina, i mbushim karburantin sarburatorët plot. Për ta çuar. Kjo është e thjeshtë, por kjo është më thjeshtë. Atëherë, pra, nëse do të marrni vetëm anën infrastrukturore të gjës, sepse duhet të dalë diku, duhet vetëm një telefon për të komunikuar që ja fusim në burg, nuk e di nëse paguhet për t'i futur telefonin në burg, ku paguhet dhe si paguhet. Edhe tjetra, do duhet bërë një jetim tashmë shumë i thelluar, por unë nuk besoj që oficerët të cilët kanë shoqëruar Altin Docin
të paktën e kam një lloj gjykimi shumë personal, meqense edhe jetoj atje them që nuk besoj që do duhet të jenë të përfshirë në një aferë. Për mua kjo është i gjithë një, nuk e kanë menduar kaq të rrezikshëm Altin Doci. Jo, nuk besoj edhe. Nuk e kanë menduar kaq të Andi, më vjen një rrezikshëm. informacion në momentit të fundit që njëri nga punonësit e policisë, pra punonësit policisë së Burgjeve, i cili ka bërë edhe shoqërimin pra në atë grup, është pikërisht shtetasi Fation Baçi, i cili më herët ne kemi emër të dëgjuar për shkak se është i pandehur edhe nga SPAK, është punonësi i policisë së Burgjeve, i cili i dha celularin kryetarit të Bashkisë së Tiranës të komunikonte me familjarët e tij, teksa e shoqëronte nga paraburgimi i Durrësit për një gjykatën e apelit të posaçëm në atë kohë ku zoti Velia do dilte për mas sigurie. Nga ky precedent, mund të dyshojmë ne rreth këtij personi, pra unë jam e prirur të mos implikoj punonësit e thjeshtë, sepse besoj që arratisje të tilla kanë një angazhim shumë të lartë në hierarki. Megjithatë, kjo a e rëndon pozitën e Fation Baçi, da e konfirmoni ju këtë moment? Po, Fationi është personi, është djali kam përshtypjen, i cili oficeri, i cili ka qelluar me armë, ka bërë atë veprimin krejtësisht brenda protokollit për të parandaluar një arratisje të mundshme. Ka qelluar, pra është treguar le të themi profesionist në atë moment që ka tentuar ta parandalojë, nuk e ka arritur dot, pastaj kjo do duhet parë. Akuzën e ka për sa i përket çështjes që ju that, është në një çështje e cila po hetohet edhe nga SPAK për le të themi futjen e sendeve të palishme që ja dha kryetarit Bashkisë Tiranës, që do duhet ta pranojmë që kushdo që ishte aty tek kërkuar Erion Velia në moment ma beson që nuk ka lidhje me këtë pjesën e Atin Doci. Jo, absolutisht, duhet ta sqaroj. Avokat nuk kam asnjë qëllim të ngrej gishtin akuzës ndaj askujt, po dua ta sqaroj sepse ky është një detaj që do dalë, ne jemi gazetarë dhe patjetër do t'i diskutojmë dhe do e marr dhe mendimin tuaj. Unë kam përshtypjen që këta janë djemë të cilët nuk kanë shoqëruar vetëm Altin Docin, kanë shoqëruar pafundësisht janë grupi i shoqërimit në paraburgimin e qytetit të Durrësit. Sigurisht, ata sot ka le të themi një lloj përgjegjësie për ato se çfarë ka ndodhur. Këtë nuk ja heqim dot ne le të jenë sado profesionistë këta djem. Dhe kjo është e pamundur. Ata sigurisht do duhet përballen me atë se çfarë ka ndodhur, t'japin shpjegimet e tyre, por për përfshirje të natyrës që mund të ketë pasur ndonjë korruptim apo nuk besoj. Për mua thjesht nuk janë marrë masat e nevojshme për të shoqëruar ose për të konsideruar se sa i rrezikshëm mund të jetë Altin Doci, se ja urdhë 2 makina të presin jashtë. Kjo nuk është konsideruar nga ata. 2 fjali për Fation Baçin dhe më pas avokat për ta mbyllur këtë pjesë të parë, a dyshoni që mund të ketë implikim policisë së shtetit? Jo, këtë nuk e besoj Klodi, por se policia ndonjëherë ka edhe mosveprim. Jo, po prapë. Se aty është një pavion i cili trajton gjithë personat policia të shtetit parabugosur. në gjitha rastet, po nuk pat njoftim nga policia Burgjeve, ata nuk lëvizin. Në atë vend ku avokat se dua të bëj pak edhe kundërshti. Po sa ndruar duke drejtori po ndrohet mos kanë qenë në një fazë tranzicioni tani. Por ama në spitalin rajonal të Durrësit, ku ka 2 pavione në fakt okulistika dhe infektivit të përshtatur për trajtimin e të paraburgosurve, mendoj që një patrull policie do duhet të qëndroj aty. Dhe ky është mendimi im personal, sepse në këtë aspekt jam shumë dakord po, jam shumë dakord. Kështu që në këtë aspekt ndaj i bëra edhe pyetje. Jam dakord, por shiko, me që më pyete për rastin e këtij policit. Ky punonjës policie nuk mund të bëjmë paralele me rastin e Erion Veliait me rastin e Altin Docit. Pse? Sepse ne e dim shumë mirë dhe çdo polic me shkollim minimal e di që Erion Velia nuk paraqet rrezikshmëri sikur një kriminal, që t'jemi korrekt me këtë pjesë. Pra, i kryetar bashkie nuk paraqet asnjë lloj rrezikshmërie për shkak të as arratisjes dhe dhënia një telefonit është përdorimi detyre, jemi dakord, por nuk është kryer një veprim i cili mund të jetë po nuk ka cënuar asgjë. Aq i dënueshëm. Kurse rasti me Altin Docin është rast precedent ku policia Burgje duhet të thrasin mendjes, sepse mund të ketë në raste të tilla persona të rrezikshëm, sepse ne e dim tashmë se do fillojnë gjyqjet e mëdha dhe ata do kenë shumë punë për shoqërimin e burgosurve në GKKO dhe në raste të tilla dhe në gjykata të tjera dhe duhet të rrisin maksimum masat e sigurisë dhe pastaj mos thonë që ne i thjeshtim me neglizhencë kur përfunojnë burg për vete. Kuptoj. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit në Shinjestër, do shkojmë në pak minuta publicitet dhe më pas do të kthehemi në pjesën e dytë ku do të ndalemi në Shkodër në një ngjarje tmerrsisht tronditse, ekzekutimin e Pavlin Prekës. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit në Shënjestër dhe do të ndalemi tek dosja hetimore e ekzekutimit të Pavlin Prekës.
19 vjeçarit i cili dyshohet të jetë vrarë nga të afërmit e një vajze të cilën ai e dashuronte dhe për faktin se familja nuk i jepte dorën, Pavlin Preka kishte bërë plan për ta rrëmbyer. Ndjekim dokumentarin. A mundet të vritet një djalë që nuk ka mbushur ende 20 vite jetë vetëm për nder? Çfarë gabimi është të dashurosh vajzën e gabuar në Shqipërinë e djeshme dhe të sotme? Dhe është ky rasti kur shoqëria duhet të ndalojë dhe të marrë frymthell në shenjë reflektimi, jo vetëm për një jetë të humbur në lulen e moshës, por dhe për mënyrën se si sillemi dhe perceptojmë disa sjellje që në vetdijen tonë kanë mbetur anakronike. Ky është ndoshta rasti i Pavlin Prekës, djaloshi i cili më 26 shkurt 2025, afro një vit më parë, u gjeti vrarë me armë zjarri në oborin e banesës së tij në fshatin Gucie e Re në Shkodër. Një krim që la të shokuar jo vetëm të afërmit e tij, por dhe të gjithë banorët e zonës. Kjo jo vetëm për moshën e re të viktimës, por dhe për të shkuarën e tij, që nuk u kujtonte asgjë të keqe. Por si u gjeti vrarë Pavlin Preka, që jetonte i vetëm në banesën e tij, pasi prindrit me sa kuptohet jetonin në Shkodër, dhe çfarë ishte ky gabim që i mori jetën në mënyrë mizore? Kush janë personat të cilat sot ndodhen pas hekurave si të dyshuar për ekzekutimin e tij? Cila është historia me vajzën që dashuronte? Dhe pse kjo histori u kthye në të pamundur? Dhe a është pikërisht kjo dashuri e mohuar që i mori jetën? Por përpara se të ndalemi te kjo dashuri e ndaluar, le të ndalemi fillimisht te mënyra se si u gjeti vrarë 19 vjeçari Pavlin Preka në derën e banesës së tij. Njoftim që mbriti fillimisht në sallën operative të drejtorisë vendore të policisë Shkodër, ku bëhej me dije se në fshatin Gucie e Re ishte gjetur i vrarë me armë zjarri një djalë i moshës së re. Më datë 27 shkurt 2025, salla operative e policisë Shkodër ka marrë njoftim se në vendin e quajtur Gucie e Re, njësia administrative Rrethina, është gjetur i vrarë me armë zjarri në oborin e banesës së tij shtetasi Pavlin Pjetër Preka, i datëlindjes 1 shtator 2005, lindur në Shkodër dhe banues në fshatin Gucie e Re, ku gjatë kontrollit të parë në vendngjarje në afërsi të trupit të viktimës u gjendën 6 gëzhoja armë zjarri pistolete model 9 mm. Pra si qikohet edhe nga kqyrja e pare vendit të ngjarjes, 19 vjeçari ishte qelluar me disa plumba pistolete nga afër, me të hyrë në banesën e tij, gjë që lart kuptohet nga ekspertët kriminalist se ai ishte ruajtur deri në mbritjen e tij në banesë, ose dikush kishte informuar me saktësi qitësin për lëvizjet e viktimës dhe faktin që ai kishte marrë rrugën për në shtëpinë e tij. Por për grupin hetues, vrasja e këtij njeriu kishte një motiv të paqartë. Kjo për faktin se ai nuk ishte skeduar dhe nuk ishte një të shkuar apo të tashme kriminale. Madje nuk njihej në zonë as si kontingjent që merrej me kultivimin e lëndëve narkotike. I pari që u pyet në lidhje me krimin ishte xhaxhai i viktimës, Nikol Preka, i cili kishte banesën ngjitur me atë të vëllait, ku aktualisht jetonte Pavlini. Aty ku ndërsa dëgjoi krismat, brapo i pari për të parë se çfarë kishte ndodhur dhe u gjeti të vrarë në pragun e derës nipin e tij. Familjarët e Pavlinit jetojnë në fshatin Gjuraj Plan në njësinë administrative Pult, Bashkia Shkodër. Unë kam ngjitur banesën me atë të Pavlinit. Kur shkova për të parë se kush është në banesë, unë pash që dera ishte hapur. Aty pash Pavlinin të shtrirë në tokë. Nikol Preka tha mëtej se ai si xhaxhai i viktimës nuk kishte asnjë informacion se kush mund të ishin autorët e vrasjes së nipit të tij, por ai sigurisht që e dinte shumë mirë se kush ishin personat me të cilët shoqërohej djali i vëllait të tij. Kjo edhe për faktin se fshati ishte i vogël dhe çdo lëvizje aty ishte e ditur. Pikërisht, një nga këta persona ishte edhe Claudio Elisaj, shok i ngushtë me Pavlinin, të cilët shikoheshin pothuajse bashkë në fshat edhe jashtë tij në shoqërinë e njëri tjetrit. Një përditshmëri të cilën e njihnin të gjithë. Këtu ku fillon dhe me rrjedh një tjetër histori. Aq sa e komplikuar, por dhe e vështirë për ta kuptuar. Atë se si viktimës Pavlin Preka i kishte rënë në kokë për një vajzë disa vite më të vogël se vetja, e cila në fakt ishte vajza e dajës së Claudio Elisajt, shokut me të cilin ai shoqërohej në pothuajse çdo ditë e jetës së tij në fshat. Pavlini, i cili nuk e kishte lënë me kaq se vdan e tij për vajzën që e kishte marrosur, por bashkë me xhaxhain e tij Nikollën, kishin shkuar dhe t'i kërkonin dorën. Rreth 2 vite më parë, nipi im Pavlini më tha se pëlqente një vajzë nga Pogu dhe më kërkoi që të shkonim dhe t'i lypnim dorën. Unë pranova dhe bashkë me Pavlinin shkuam te familja vajzës, babai së cilës është Vasel Koçeku, u qëndruam rreth 1 orë. Sipas rrëfimit të xhaxhait viktimës, babai i vajzës, të cilës ai nuk e mban mend emrin,
Edhe pse i priti mirë, nuk u dha një fjalë atë ditë. Por ai zgjodhi t'i përcjell, duke u thënë se për mirë apo për keq, do u çonte haber së shpejti nëpërmjet personave të tjerë. Lajm që nuk vonoi të vijë, por që nuk las pak të kënaqur kërkuesit, të cilët nga ana e tyre prisnin një sillariq ndryshe, të gëzueshëm, gjë që sipas xhaxhait të tij, pezmatoi më së shumti vet Pavlinin. Në ato kohë Pavlini ka qenë rreth 18 vjeç. Pasi u larguam, ata na dërguan fjalë se nuk kishin asgjë kundra nesh si familje dhe si miq, por vajza është e vogël. Për këtë arsye e mbyllëm si muhabet dhe nuk shkuam përsëri. Por ndërsa xhaxhai thotë se e mbylli këtë bisedë, kjo nuk ndodhi me Pavlinin, i cili me sa duket nuk kishte ndërmend të hiqte dorë kaq kollaj nga vajza, të cilën ndjente se e dashuronte. Ndërkohë, që nga ajo sa kuptohet, ai nuk i kishte thënë as babait të tij lidhur mbi faktin që dashuronte një vajzë dhe kërkonte të martohej me të, ashtu sikurse del, se nuk e kishte njoftuar as për faktin që do shkonte bashkë me xhaxhain e tij të kërkonte dorën, gjë që e rrëfeu në dëshminë e tij përpara grupit hetues vetë xhaxhai Pavlinit. Ditën që lypëm vajzën te familja e Vasel Koçekut, unë shkova te banesa e vëllait tim në fshatin Gjuraj dhe i thash se ishim te Koçekët për të kërkuar dorën e vajzës së tij për Pavlinin, por vëllai im Pietri më tha se Pavlini nuk i kishte treguar gjë për këtë fakt, ndërkohë që i thash se ema e vajzës, që Pavlini i kërkon të martohet, është halla e dy shokëve të tij, Klaudio dhe Flori Lisaj. Por edhe pse ju kërkua të hiqte dorë nga vajza që dashuronte, Pavlin Preka, nga sa kuptohet, jo vetëm nuk e bëri një gjë të tillë, por kishte ndërtuar në kokë edhe plane se si ta bënte të vetën përgjithmonë. Kjo edhe kundra dëshirës së familjes së saj. Ndoshta me bindjen se koha do të ishte ilaçi më i mirë dhe situata do të vinin dhe do të normalizoheshin, pasi ai ta kishte bërë fakt të kryer lidhjen e tij me vajzën. Më datë 26 shkurt 2025 rreth orës 10:30, Pavlini më mori në telefon dhe më tha se do ta grabiste vajzën e Vaselit. Unë nga ana ime i thash, ruaju, ki kujdes, se ata janë fisifort, por Pavlini më preu shkurt duke më thënë se me ju nuk ka kush punë, se i rregulloj vetë punët e mia, ndërkohë që nga ana tjetër Pavlini më tha që të ruheshim 3-4 ditë derisa të sqarohet situata. Pra nga sa kuptohet, familja e Pavlinit ishte në dijeni të plot tashmë të planit të tij për ta rrëmbyer vajzën. Ndërkohë që deri në këtë moment mbetet e paqartë nëse edhe vajza ishte dakord me këtë plan apo jo. Apo Pavlinit i kishte hipur aq keq në kokë për këtë vajzë, sa këtë nismë të rrezikshme, po e ndërmerrte pa dijenin dhe dëshirën e saj. Por ajo që lihet kuptohet nga rrëfimet e të vllait është se Pavlini, pasi kishte shkuar për herë të parë në familjen Koçeku me xhaxhain e tij, me kalimin e muajve kishte shkuar sërish për të kërkuar dorën e vajzës, të herë me dajën e saj. Ajo që dua të them është se në dijenin time Pavlini e ka kërkuar këtë vajzë, jo vetëm kur shkoi herën e parë me xhaxhain ton, por disa muaj më pas kur ka shkuar me dajen e vajzës Nikolinin në familjen e Koçekëve, ku herën e dytë unë nuk e di se çfarë përgjigje i kanë dhënë. Vëllai i viktimës, që tregoi më tej se aq i marrosur ishte Pavlini, sa kishte nisur të shkruante në përgur në fshat edhe emrin e vajzës, duke i shprehur asaj hapur dashurinë, pavarësisht kundërshtimit të familjes, gjë që me siguri nuk do të ketë mbetur pa u vënë re nga familja e vajzës. Por edhe vetë fshati, që tashmë ishte në dijeni të pëlqimit të vazhdueshëm të Pavlinit ndaj vajzës së Koçekëve, si dhe të qëndrimit të tyre kategorik për mos t'i dhënë vajzën 19 vjeçarit. Një ditë duke kaluar nga vendi quajtur Ura e Beut që ndodhet afër banesës së Pavlinit në fshatin Guci e Re, pas të shkruar në asfalt A Lov, shprehje të cilën një shok më tha se kishte shkruar Pavlini. Por aq shumë ishte fiksuar Pavlini pas kësaj vajze, sa kishte shkuar deri aty sa të bënte tatuazh edhe emrin e saj në qaf, gjë që e dinin edhe shokët e tij. Midis tyre edhe kushërinë e vajzës me të cilët ai shoqërohej. Por çmenduria e Pavlinit nuk ishte ndërmend të ndalej këtu, pasi siç thotë një nga shokët me të cilët ai shoqërohej, ai po kërkonte një banesë ku të qëndronte me vajzën pasi ta kishte rrëmbyer. Dhe këtë plan nuk e kishte as pak sekret, por e shprehte edhe në pranitë të kushurimit të vajzës, me të cilët ndante përditshmërinë. Nga jo që unë di është se Pavlini ka dashur një vajzë me emrin A, të cilës nuk ja di mbi emrin, por që Pavlini ja kishte bërë emrin tatuazh në qafë. Me sa mbaj mend, Pavlini më kishte thënë se këtë vajzë e kishte parë në Dukagjin, kjo pasi edhe familja e tij ka një shtëpi atje, por jetoj në Shkodër. Pavlini më ka thënë gjithashtu se kësaj vajze i ka kërkuar dorën te shtëpia e saj, por nuk ja kanë dhënë. Ajo që dua të them është se një ditë bashkë me Pavlinin
dhe një shokun e tij që e tharrasin Flori, por që mbiemrin nuk jam mbaj mend, ishim të një shtëpi që familja ime ka në fshatin Gjimaj në Dukagjin. Gjatë kohës që ishim aty, Pavlini më tha: "Ma lër këtë shtëpi në 2-3 ditë pasi do ta marr atë vajzën dhe të vi të rritë shtëpia jote." Por unë ja preva shkurt dhe i thash që nuk ta lë. Ashtu si në rrethimet e tjera, edhe Edilion Tërthorja përmendi midis shokëve me të cilëve Pavlini frekuentohej Claudio Lisajn, kushëririn e parë të vajzës që Pavlini kërkonte trembente, me të cilën viktima lëvizte shpesh në zonën e Dukagjinit. Pavlini ikte shpesh në Dukagjin dhe kishte ditë të tëra që nuk e shikonim fare. Pastaj, kur vinte në Shkodër, na thërriste për të ndenjur për qef në lagje. Nga ajo që di është se ai ka pasur shumë shok Claudio Lisin, me të cilin ai më thoshte që rri me të kur shkon në Dukagjin. Jemi rikthyer live në emisionin në Shënjestër, po flasim për vrasjen e Pavlin Prekës. Andi, si e ke parë këtë histori shumë tronditse në fakt, të gjithë duket sikur janë fajtor, të gjithë një herazi edhe viktima. Kjo është një histori vërtet tronditse. Klod dhe unë në radhë të parë për shikuesit dhe për audiencën nuk do doje që ta shikonim tipikisht si një ngjarje të kronikës së zezë, por si një ngjarje e cila shkon përtej, le të themi, atyre që ne raportojmë për ditë, shkon në një dramë më të madhe sociale. Kemi të bëjmë në fillimet e kësaj historie me një djalë 16 vjeç dhe me një vajzë 13 vjeçare. Pavlin Preka në këtë moshë, le të themi, i tiposet në kokë, pretendon se dashuron këtë vajzë 13 vjeçare, të cilën e ka parë vetëm një herë në zonën e Dukagjinit. Të paktën, kjo është ajo çfarë kemi të dhënat në dosje. Megjithatë, në gjithë historinë, vajza pretendon që nuk e ka takuar dhe nuk ka pasur kurrë komunikime me këtë djalë. Aktualisht, për këtë ngjarje, që sipas meje kjo ngjarje nuk është hetuar mirë, kjo ngjarje çalon, janë dy të ndaluar, le të themi të dyshuar që mund të jenë të përfshirë në vrasjen e Pavlin Prekës në 26 shkurt të vitit 2025 në oborrin e banesës së tij. I pari i arrestuar është Vesel Koçeku, babai i vajzës, le të themi 13 vjeçare apo 16 vjeçare, sepse kishte kaluar 2 apo 3 vite në momentin kur ndodhi ngjarja, dhe Claudio Lisaj, i cili është djali i hallës së kësaj vajzës dhe shok i ngushtë me viktimën Pavlin Preka. Rrini gjithkohës bashkë. Kjo histori, Klod, ka një dramë shumë të madhe në këtë histori, pasi djali Pavlin Preka në moshën 16 vjeçare shkon për të kërkuar dorën e vajzës me xhaxhain e tij. Këtu dua të ndalem. Pavlini nuk jeton më, nuk mund të flas për këtë histori, ka qenë vetëm 16 vjeç në kohën që e ka njohur atë vajzë dhe patjetër nuk mund të bëjmë as unë as ju askënd fajtor, sepse nuk është kjo detyra jonë. Por unë e kam rikthyer këtë ngjarje sepse në fakt më ka tronditur për mënyrën se si janë zhvilluar ngjarjet. Patjetër ai mund të ishte fiksuar, mund ta ketë përndjekur dhe vajzën dhe nuk e përjashtoi këtë gjë, po familjet ku ishin? A gaboi vetëm Pavlini apo edhe të tjerët? Pra aty rezultojnë disa familje të përfshira dhe askush nuk është ulur, qoftë edhe një moment për ta sqaruar situatën, për ta ndërgjegjësuar këtë të ri për pra këtë minoren, se ishte minoren. Unë do të numëroj 4 familje këtu. Nëse do. Familja e prindërve të Pavlin Prekës në fillim nuk kishin informacion se çfarë kërkonte djali i tyre. Pavlin Preka shkon me xhaxhain e tij për të kërkuar dorën fillimisht në familjen e Vesel Koçekut, le të themi një takim i cili rezulton me një përgjigje negative, duke thënë se vajza është ende e mitur, ishte vetëm 13 vjeçe në atë kohë. Më pas, mbasi kalojnë rreth 2 vite, Pavlin Preka shkon medajën e vajzës, pra me vllajën së ëmës për ta kërkuar sërish. Që në atë kohë vajza kishte shkuar diku te 15 vjeç apo jo? Kishte kaluar, po, 15-16 vjeçë. Në këtë histori jemi. Tani kemi familjen e xhaxhait. Familja e xhaxhait do të kishte marrë masa për të njoftuar dhe për të biseduar me vllajën e tij, me familjen e vllajt të tij se çfarë po kërkon djali. Vetë familja e Pavlin Prekës do duhet të ishte angazhuar në këtë histori dhe të kishte shkuar tek familja e Vesel Koçekut, aq më tepër ndoshta edhe Vesel Koçeku, nëse do ta kishin analizuar këtë histori ashtu siç do duhej analizuar dhe trajtuar, mund të kishin shkuar dhe të thonin që shikose, nga ana juaj po bëhet një tentativë, domethënë një lloj bisede që ne nuk mund ta pranojmë për shkak të moshës së vajzës. Edhe familja e dajës së vajzës, që edhe këta do duhet të ishin, le të themi, më të përgjegjshëm në këtë histori që po ndodhte, se fundi është i hidhur.
pra 4 familje të përfshira në këtë histori, dhe që çfarë ndodh? Grupi hetimor ka, le themi, dyshimin shumë qartë. Kjo vrasje që ka ndodhur, nuk ka ndodhur pra si rrethant tjetër, pasi Pavlin Preka nuk ishte i përfshirë as të mbjelljen e, le themi, më saktë kultivimin e kanabisit në atë zonë, duke qenë se zona e Dukajqinit e zona andej përfliten, as me precedentet të mëparshme penale, ishte një djalë që shoqërohej në mënyrë të rregullt me shoqërinë e tij. Dhe nga kjo pikpamje rrëzohet e gjithë historia, domethënë, që mund të ketë lidhje me këtë, edhe lidhet vetëm me çështjen e nderit. Pavlin Preka kishte shkuar në një fazë klod që ndoshta fjala nder shumë e madhe, sepse mes dy të mitrëve nuk kishte as edhe përveç se një shikim. Vetëm një herë dhe vajza vetë pretendon që nuk e ka takuar. Ajo çfarë në këtë histori, le të themi, për grupin hetimor ka qenë një ndihmë shumë e madhe, kanë qenë 2 momente të përgjimeve ambientale nga momentet e shoqërimit. Është përgjuar Klaudio Lisaj në një komunikim me të vllajën e tij, ka mbështypjen Florin, që flet për një vrasje, dhe kjo e ndihmon grupin hetimor, dhe momenti tjetër është kur është marrë dëshmia e nënës dhe e vajzës vet, nga çfarë ka deklaruar vajza që nuk e kanë takuar, nuk kanë pasur kontakte, nuk e di dhe arsyen përse Pavlin Preka 3 vite më parë kishte ardhur në shtëpi. Sipas vajzës, por nga përgjimi ambiental, diçka grupi hetimor ka kuptuar në atë histori. Avokat, një djalë i cili nuk jeton më, është ekzekutuar në oborrin e shtëpisë, një vajzë e traumatizuar për gjithë jetën, babai i saj arrestuar si dyshuar për vrasje, familje në konflikt. Si e ke parë të gjithë të çështje? Dhe unë e kam përjetuar këtë ngjarje si ngjarje shumë të rëndë, është një ngjarje makabre, se si një djalë 19 vjeçar vritet për këtë rast specifik, po mos harrojmë jemi në një zonë shumë konservatore dhe shumë të ashpër, siç është zona e Dukajqinit, pra 2 familjet jetojnë, vinë nga zona e Dukajqinit, një pjesë jetojnë atë dhe një pjesë tjetër jetojnë në zonat në periferi të Shkodrës, siç është Gucia e Re dhe fshati Hot, unë i njoh shumë mirë se jam rritur aty. Dhe ajo që vjen çudi, si është e mundur, siç e përmendi dhe Andi, si ka mundësi që një djalë i ri mos të ndalohet nga familjarët e tij ose nga persona dashamirës të tjerë, që mos kalojnë në raste ekstreme deri në hedhjen e dyshimeve që mund të rrëmbet edhe vajzën e familjes Koçeku. Sepse mos harroj, këtu roli i familjes ka ceduar, por nga ana tjetër duhet shohim edhe anën e familjes tjetër që dyshohet të ketë marrë armën dhe të ketë shkuar të vrasë për këtë çështje. Pra vrasja nuk amnistohet në asnjë lloj rrethani, është e tmerrshme. Vrasja është e pasigurshme, Kloshni, nuk ka asnjë lloj justifikimi të vrasja. Por unë jam çuditur se si ka mundësi që këta burra Dukajqinit nuk arritën të ndalonin një djalë të ri të shkonte deri të veprimet më tejshme, deri në mendimin që ai mund t'ju rrëmbente vajzën familjes Koçeku. Po, nga ana tjetër, po familja e dyshuar që ka kryer vrasjen, a nuk ka tejkaluar çdo normë edhe... Absolutisht, jo, familja Koçeku në këtë rast... Gjë, avokat, ne jemi prindë dhe patjetër kur dikush mund të përndjek fëmijën, je i shqetësuar, merr të gjitha masat për ta parandaluar... Aq më shumë kur edhe ide që mund të më rrëmbesh edhe fëmin. Absolutisht, pra, sepse mbron pari fëmijën tënd. Por vrasja nuk ekziston fare asnjë lloj veprimi që ka ndodhur. Të vrasësh një djalë të ri, pse është fiksuar pas vajzës tënde, është e patolerueshme. Absolutisht. Dhe mendoj që këtu duhet ketë një hetim të thellë. Pra duhet ketë një hetim se unë nuk e shikoj që ndodhi kjo ngjarje, ju e dini jeni dhe nga ajo zonë, aty mund të filloj një kalvar i gjakmarrjes dhe kalvar vrasjes që nuk dihet se ku do të ndalet, uroj që të mos ndodhë. Do zoti. Por ajo që më ka bërë me shumë përshtypje Klodi, për hisë vërtetës është kjo, që një djalë i ri mund të dashurojë një vajzë. Pra nuk jemi në vitet 1900. Jemi në vitin 2025 po flasim. Ky djalë është vranë në vitin 2025. Dhe nëse ky djalë do një vajzë dhe mënyra që ky ka perceptuar bashkë me xhaxhain e tij është sipas zakonit tonë që shkohet dhe kërkohet. Po, sepse prindit i kishte të ndarë dhe me sa duket ka patur një lidhje më të fortë me xhaxhain se sa me babain, për shkak edhe të divorceve që nuk priten mirë në atë zonë. Ju e dini këtë gjë. Tani përgjigja është sipas zakonit, në këtë rast nuk vepron ligji, vepron kanuni, që jemi ta themi hapur. Pra në këtë rast në atë zonë nuk vepron ligji, por vepron kanuni dhe familja Koçeku ka këtë përgjigje që ne nuk ta japim vajzën. Dhe nuk kemi vajzë për dhënë ty sepse vajza është shumë e vogël. Pra prindit kanë menduar që vajza të rritet, një pika e parë dhe e dyta është që të shkollohet. Po, pra për 16 sërish vajza rezulton e fejuar me dikë tjetër kanë përshtypjen. Mos gabojmë me informacionin. Pra, nuk e di këtë pjesën është fejuar apo jo, po ne po flasim për rastin e Pavlin Prekës. Kjo është për njëra vajzësh. Andi, në qoftë se flasim edhe kështu, vajza në qoftë se nuk e do një dhe familja nuk ka dëshirë që ta vajzën,
ti pse nuk ke pse të kem ngulesh më tepër. Pa diskutim. Pra kjo është ajo, por gabimi është ky. Për mua është gabimi xhaxhai i tij. Xhaxhai i tij nuk ishte dashur, më fal, Flot, që mos ta ungëllqin. Xhaxhai i tij nuk ishte dashur që të mund të marrë veprime, që të shkojë te familja Koçekut kërkoj vajzën, duke parë se ky djalë është shumë i ri, shumë i mitur. Shumë dakord deri këtu. Flasim realitetin, një djalë 19 vjeçar, nuk është i gatshëm që të krijojë familje, dhe aq më tepër me një fëmijë të mitur, është fëmijë, nuk është për të martuar. Avokat është i dyshuari kryesor për këtë ngjarje. Pra këtu dua të ndalem, se në fund fare, pavarësisht çfarë ka ndodhur, pasoja është shumë e rëndë. Shiko, avokati do thotë që shiko, Vesel Koçeku, nëse është vrasi, ky e mban gjithë përgjegjësinë e kësaj historie, do bjem dakord. Më thënë ky është personi i cili ka thyer çdo lloj norme dhe rregulli shoqëror. Shiko, ne du të kuptojmë diçka se dhe avokati e përmendi duke qenë se nga ato zona është edhe nga ato zona i njeh shumë mirë mentalitetin çfarë ka ndodhur atje. E gjithë historia që zhvillohet këtu, Klod, është një vorbull e një historie, le të themi, mbi shekullore. Patjetër. Pra do ta kuptojmë që është shumë primitive e gjithë gjëja. Sepse në pjesën e dytë ne kemi detaje të tjera që në fakt pjesëtarët e familjes Koçeku janë të dyshuar për të tjera krime të rënda. Së pari janë skeduar nga ana e policisë, së dyti nga ana tjetër ka dhe një pretendim nga familja e viktimës, e Pavlin Prekës, që prokuroria dhe policia nuk e ka zbardhur ngjarjen për shkak të ndikimit që Koçekët kanë në segmentet caktuara. Duhet parë edhe kjo pjesë. Po sigurisht, shiko. Është çështje tjetër kjo. Nëse ne flasim për ndikime të familjeve të ndryshme ose për shkak të lidhje që kanë me policinë e shtetit, është çështje tjetër. Por që të flasim në mënyrë drejt për drejt, kjo vrasje është e pajusikueshme pika e parë, dhe e dyta për mua familjarët. Mund të ishte parandaluar, po thoni, nëse familjet do të kishin reaguar. Absolutisht, familjarët e djalit kanë gabuar në hapat që kanë hedhur, duhet të kishin frenuar djalin e tyre dhe do kishte qenë gjallë sot në veprimet e mëtejshme. Sepse jemi në një zonë shumë konservatore, në një zonë shumë tashpër, ti nuk mund të bësh tatuazh emrin e gocës time në një zonë të tillë, sepse vriten njerëzit. Unë mund bëj tatuazh avokat për shkak të lirisë që kam, çfarë të duam. Jam dakord, pra, por në një zonë, pra, zona e tillë duhet përshtatesh. Nuk jemi, pra, në një zonë të ashpër, shkojmë në ngjarje të tilla. Pra, sepse, nëse ti çon xhaxhaj për kërkuar vajzën dhe unë vajzën nuk ta jap, atëherë ti është një shprehje do më hiqesh qafe. 3 vite më vonë, po vajzën e mitur ja premton dikujt tjetër. Është çështje e tyre, është çështje, shiko. Vajza është e tyre, nuk është e familjes. Ajo çfarë mua më ka detyruar ose më saktë më bindi që të rikthehemi kësaj ngjarje ishte pikërisht kjo. Nuk mund të bëjmë fajtor dy të mitur. Absolutisht. Unë thash familjarët e të dy, edhe të vajzës, edhe djalit. Duhet ta ndërgjegjësojmë opinionin publik që nuk mund të shkohet tek vrasja. Çfarë do lloj gabimi që të kenë bërë dy të mitur. Jo, Klodi, vetëm një diçka që shkohet tek vrasja. Pra kjo është kategorike. Kjo një person me pak mendje, këtë çështje do e kishte zgjidhur. Unë nuk e kuptoj se si s'kan arritur që mos ta zgjidhin në mënyrë paqësore. Janë dy familje që njihen njëra tjetrën nga njëjta zonë, kanë marrëdhënie, kanë lidhje shoqërore, lidhje kumbarie. Pra ka 7000 lloj lidhjesh aty që mund ta zgjidhësh me mjaft qetësi. Po patjetër mos aty shkon dhe xhaxhaj, shkon ndaj vajzës. Ja, ta marrë shembull, shkon ndaj vajzës, për shembull kërkoj vajzën. Po, nuk jepet vajza, daja mund ta qetësoj djalin, thotë, "Shiko zotëri, ta nuk do ta japin. Tani di shiko hallën tat, jetën tatë, edhe vajza shkon jetën e vet." Pra me pak ndërhyrje të vogla, me pak biseda të sinqerta, mund të realizohet ajo. Edhe kunatit, babai të vajzës që nuk mund të kapësh armën dhe të vrasësh. Absolutisht po, absolutisht. Që çmenduria e gjithë historie, Klod që ndron mbi familjen Koçeku. Këtu që ndron e gjithë çmenduria. Se çfarë do që mund të bëjë një djalë, është adoleshent. Është një fazë sepse edhe kohërat kanë ndryshuar, por atje nuk ka ndryshuar mentalitetin. Ndoshta djali ka avancuar pak në pikpamjet e të kuptuarit si funksionon. E kupton, ka shkuar, ka bërë tatuazh, është një gjë moderne. Ka ecur për rinin, ka ecur për rinin, po kanuni ka ngel aty. Ka ngel aty kanuni dhe këtë. Kjo është problemi. Dhe çfarë ndodh? Duke parë këtë le të themi që është emancipuar djali, të shkosh të vizatosh guret e fshatit me emrin e vajzës, ta bësh tatuazh në qafë. Kushuriri i saj, djali Allës e di dhe shoku i ngushtë me këtë, edhe djali me sa duket e informonte për çdo lëvizje. Claudio Lisa informonte Vesel Koçekun, sepse të dy akuzojnë që kanë kryer këtë në bashkëpunim. Vesel Koçeku të paktën dyshohet si personi i cili organizoi dhe kreu këtë vrasje. Kështu thot dosja timore mbi dyshimet e ngritura nga ana e grupit detuesve. Sepse do shkoj drejt të mbylljes, ju thash familja e vajzës, familja e Pavlin Prekës në prokurori ka ngritur pretendime që nuk është zbardhur e gjithë ngjarja. Kanë dyshime hetuesi që mund të ketë persona të tjerë të përfshirë në këtë histori? Po patjetër që kanë dyshime, sepse nuk mund të jetë lëvizja kaq e thjeshtë. Vesel Koçeku kur është pyetur e ka lënë, le të themi, në mënyrë paksa evazive vendodhen e tij atë ditë.
pavarësisht se gjurmët e celularit, logimet që ka pasur, e kanë nxjerr, le të themi dhe këtë zhvendosjen që ka bërë. Momenti kur është larguar, do duhet parë me kë është larguar dhe si nga vendngjarja. Sepse thash edhe një herë, dy janë momentet Klod që grupin e Timor e kam bindur që këta janë personat e përfshirë, përgjimet ambientale, sepse rrugë tjetër nuk ka. Por çfarë ka ndodhur, ka një detaj shumë fort në këtë histori. Nuk ka përgjime ambientale midis Vesel Koçekut dhe Claudio Lisajt. Nuk kanë folur kurrë për këtë histori me njëri tjetrin dhe në burg. Sot e kësaj dite ata nuk kanë një informacion. Çka i bën hetuesit të dyshojnë në lidhje me? Në lidhje me që këta janë personat e përfshirë në këtë vrasje. Dhe kanë qenë të ndërgjegjshëm që mund të tradhonin veten nëse do të flisin në paratjetër, po patjetër. Por Claudio Lisaj ka gabuar në një moment që thash ka folur me të vllajën e tij dhe ndoshta vajza e mitur që foli me të jëmën sërish pasi u morën në pyetje. Sepse ka shfrytzuar grupi i Timor këtë momentin dhe vajza ka një dëshmi të frikshme. Klod, kur e lexon atë dëshmin e vajzës, vetëm 16 vjeç, një dëshmi shumë e pjekur nga ana e saj, një dëshmi bindse që këtë djali nuk e kishte atakuar kurrë dhe nuk e kishte si informacion se për çfarë kishte shkuar Pavlin Preka me Xhaxhain tek shtëpia. Pra, gjithë drama është luajtur mbi kurrizën e vajzës, ajo pa qenë përfshirë fare. Sigurisht, por dhimbja më e madhe në të gjithë historinë ne do ta kuptojmë. Jemi në vitin 2026 dhe vetëm fakti që shkon kërkon dorën refuzohet njërë 30 herë me të ardhë të shtëpia. Nuk ta japë. Nuk kam vajzë për të dhënë. 30 herë me të ardhë të shtëpia. Nuk do dhe vajza. Po nuk do dhe vajza. Pritje për cili. Ziri kafe rakiet, shtëmira ka jo shtëpia atje për t'i respektuar këta mi dhe thoi vajzën nuk ta japë. Dhe nëse ja premtuan dikuj tjetër dhe ja dhanë në moshën 16 vjeçare, kjo do duhet ishte bërë ditur dhe familja e Vesel Koçeku do duhej me patjetër të kishte këmbgulur që këtë histori ta sqaronte tek familja e prindërve të Pavlinit, që shiko se kjo histori nuk bëhet. Merrni masa për djalin tuaj. Dhe bindeni që kjo histori nuk bëhet. Kaq. Avokat, e mbyllim së bashku, a duhet të ndërhyjnë institucionet për të parandaluar në një ngjarje tjetër të rëndë mes familjeve? Shikon, Klodi, për hisë vërtetës është ngjarja shumë e rëndë dhe unë besoj që ka vend që institucionet kryejnë detyrën e tyre dhe besoj edhe burrat e Dugagjinit duhet të ndërhyjnë të këto familje ndoshta me një pajtim mes tyre. Unë kam besim si tek Zoti që ndoshta një ditë këto familje dhe mund të pajtohen për shkak të ngjarja shumë e rëndë dhe unë shoh me vështirësi pajtimin, po burrat edhe falin. Por unë them që institucionet e policisë shtetit sidomos në Shkodër duhet jenë vëmendsh nga shumë raste, sepse kemi raste gjakmarrje të ndryshme, familje të ngujuara në Shkodër, të cilat policia e shtetit duhet i ketë në qendër vëmendjes për ngjarje që mund të ndodhin, ngjarje të rënda, kanë ndodhur vrasje, kanë ndodhur grabitje, kanë ndodhur shumë raste të veçanta, sidomos specifike, sidomos në Shkodër dhe në zonat përreth saj, ku unë them që policia e shtetit duhet jetë në alert gjatë gjithë kohës në Shkodër në rrethinat e saj. Shkodër, pjesa Dugagjinit, Malësia Madhe janë ca zonat të ashpër, po të themi, ku kriminaliteti ka qenë shumë i rëndë për shkak sidomos të gjakmarrjes. Dhe policia e shtetit duhet të ketë vëmendje të veçantë ndaj këtyre familjeve, të cilat mos shkojnë deri në vrasje të tilla që nuk mbyllen pastaj me breza. Klod, më jep 30 sekonda kohë për të detaje shumë interesante. Po 30 sekonda. 6 gëzhoja. Janë gjetur 6 gëzhoja në oborin aty. Domethënë është qelluar 6 herë ndaj për ta eliminuar. Dhe kjo tregon qartazi që nuk është një vrasje emocionale dhe çështje nderi, po është një vrasje me paramendim. Ka dhe një telefonat të Claudio Lisaj të kryer, ka mbështypjen me viktimën, për cilën Claudio nuk e ka rrëfyer kurrë përpara grupit e Timor. Dhe kjo është ka nevojë për të hetuar. Kjo është vrasje me paramendim, jo vrasje që është e kryer nga emocioni dhe për çështje familjare. Dhe ka nevojë të thellohen autoritetet për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje dhe për të nxjerrë përpara drejtësisë gjithë përgjegjësit, po ashtu edhe për të ndërgjegjësuar në si media banorët ndoshta të asaj zone edhe në gjithë vendin se nuk mund të tërheqësh këmbën sa herë diçka nuk të pëlqen. Faleminderit Andi Bora, faleminderit Kujtimi Ibrai. Bashkë do të ritakohemi të martën e ardhshme në orën 19:30. Unë do t'ju lënë shoqërinë një dokumentari pikërisht për ekzekutimin e Pavlin Prekës. Por në dijenit të planit për rrëmbimin e vajzës, nuk ishin vetëm shok apo edhe familje e ngushtë e Pavlin Prekës, por edhe njerëz të tjerë në lidhje farefisnie, të cilëve Pavlini po kërkonte një banesë për t'u strehuar me vajzën pasi ta rrëmbente, ku ai u thoshte se vajza ishte dakord, por nuk ishte familje e saj. Ashtu siç ishte në dijeni edhe bashkëshorti i tezës së tij,
të cilit një ditë ai i brofi në derë për t'i kërkuar ndihmë, pikërisht për vënien në jetë të këtij plani. Pavlini ishte djali i motrës së gruas sime. Unë vrasjen e tij e kam marrë vesh nga televizori. Me familjen e babait të tij, Pietrit, kemi lidhje familjare, pasi motra e bashkëshortes sime ka qenë gruaja e Pietrit. Vetëm 3 apo 4 ditë përpara se të ndodhte ngjarja, Pavlini më telefonoi dhe unë i thash jam te shtëpia në fshatin Ndreaj në Dukagjin. Ai nuk vonoi dhe erdhi aty bashkë me 2 djemë të rinj. Në fillim nuk e njoha pasi ishte rritur, pasi mu prezantua qëndruam në obor. Më pas ai u veçua dhe më tha se donte të më thoshte diçka. Pasi u distancuam disi, Pavlini më tha se donte të sillte një vajzë te shtëpia ime për disa ditë. I dyzuar lidhur mbi qëndrimin e Pavlinit dhe mënyrën se si ai po sillej, Zef Shporja rrëfeu më tej se i ndodhur në një situatë pakëndshme, i ofroi Pavlinit një zgjedhje tjetër, më të logjikshme. Atë të bisedës me familjen e vajzës, ku ai i premtoi Pavlinit se do të shkonin së bashku, me qëllim për ta bindur familjen e saj që t'ia jepnin Pavlinit vajzën përnuese. Por edhe këtë herë nga sa shikohet, Pavlini u largua, duke thënë se do ta zgjidhte vetë këtë punë. I bindur me sa duket se e vetmja rrugë zgjidhje do të ishte rrëmbimi i vajzës. Unë e pyeta Pavlinin se kush është ajo vajzë dhe a ishte ajo dakord të vinte me të. Pavlini mu përgjigj se ajo ishte dakord, por familja jo. Atëherë unë i thash më trego kush është vajza sepse flasun me familjen e saj, nëse ajo është dakord, dhe kështu e rregullojmë këtë punë. Por Pavlini mu përgjigj duke më thënë, ti veç më thuaj ata sjell këtu apo jo, sepse unë e rregulloj vetë atë punë. Pavarësisht nga insistimi i bashkëshortit të tezës së tij për t'i treguar emrin e vajzës që kërkonte të rrëmbente, Pavlini nuk e tregoi atë. Por pasi u refuzua në ndihmën që kërkoi, u largua nga banesa ku ndodhej bashkë me 2 shokët e tij për të mos u kthyer më aty. Ndërsa emri i tij do të dëgjohej vetëm pas disa ditësh, teksa u gjendi vrarë në oborrin e banesës ku jetonte në fshatin Guci e Re, nga plumbat e një pistolete. Zef Shporja, që kujtoi se gjatë bisedës që pati me të, Pavlini ishte i papërqendruar dhe nuk e shikonte kurrë në sy. Pavlini nuk më tregoi për emrin e vajzës, pavarësisht se unë insistova, duke i thënë më trego se mund të jetë edhe gjaki yni dhe nuk bën të martohesh me të. Por ai më tha, pa merak se jam interesuar për këtë pjesë. Por unë i thash se nëse nuk më tregon se për kë bëhet fjalë, unë nuk kam se si të lë të vish te shtëpia ime me një vajzë të huaj, pa ditur asgjë për të. Kaq biseduam dhe ai u largua me një foristrad. Në dritën e këtyre fakteve dhe planeve që viktima Pavlin Preka kishte për të rrëmbyer një vajzë, të cilës i kishte kërkuar disa herë dorën në familje, por ishte refuzuar, grupi jetues ngriti dyshimin se vrasja e të riut lidhej me një çështje që kishte të bënte me nderin, dhe që me siguri të përfshirë ishin familjar të vajzës. Dyshim që u përforcua edhe më shumë nga thëniet e kundërta që bëri në polici Claudio Lisaj, që ishte njëkohësisht edhe shok i ngushtë me Pavlinin, por edhe djali i hallës së vajzës që viktima dashuronte. Claudio Lisaj, që njihte çdo lëvizje të Pavlinit, por njëkohësisht ishte në brendësi të historisë së dashurisë që Pavlini kishte krijuar në kokë për kushurirën e tij. Nga këshyrja e tabulateve telefonike të numrit në përdorim nga viktima Pavlin Preka, si dhe nga ato në përdorim të shtetasit Claudio Lisi, del se më datë 26 shkurt 2025 në orën 20:43 minuta, mbrëmjen e vrasjes, midis tyre ka patur një telefonate cila ka zgjatur rreth 3 minuta. Gjë që Claudio Lisi nuk e përmendi në deklarimin e tij të parë në polici, ndërkohë që po ditën e ngjarjes nga analiza e tabulateve telefonike rezulton se babai i vajzës, Vasel Koçeku, ka qenë në zonën e Dukagjinit në njësinë administrative Pult dhe më pas është kthyer pas ditën e kësaj date në Shkodër në banesën e tij. Por ajo që krijoi bindjen te grupi jetues se vrasja e Pavlinit ishte kryer nga Vasel Koçeku, babai i vajzës që ai kërkonte të martohej, ishte një përgjim ambiental brenda ambienteve të komisariatit midis 2 vëllezërve. Në këtë rast, kushurimve të vajzës dhe njëkohësisht shok me viktimën, konkretisht Claudio Lisaj dhe vëllait të tij Flori Lisaj. Ky i fundit që në këtë kohë ndodhej në paraburgim për një vepër tjetër penale, përgjim që vinte disa muaj pasi ishte ekzekutuar Pavlin Preka. Më datë 6 maj 2025 nga përgjimi ambiental në ambientet e IEVP Kukës gjatë takimit mes shtetasit Claudio Lisaj dhe vllait të tij Flori Lisaj, i cili ndodhet në paraburgim për një vepër tjetër penale, dyshohet se ata bisedojnë rreth vrasjes së shtetasit Pavlin Preka. Ku nga biseda rezulton se Claudio Lisaj dyshohet që ka djeni për ngjarjen dhe autorët
pasi thënjet e tij përputhen me dinamikën e krimit. Zi si korbi, Axhi? Po, me ka, Axhi. Ma mori mendja. A kjet me foristradën e tij? Po, ashti papam. E ka vra jashtë në verand, e ka vra në sy. Njëkohësisht në pyetje nga grupi hetues u morën edhe prindrit e vajzës, që duket ishte kthyer në mollsheri midis viktimës Pavlin Preka dhe tyre. I pari që u pyet ishte Vasel Koçeku, i cili tha se vrasjen e Pavlinit e kishte mësuar nga televizori, dhe se kishte marrë pjesë në ceremoninë martore të riut ditën e varrimit. Lidhur mbi kërkesën e Pavlinit për të martuar me vajzën e tij, ai pranoi se i riu kishte ardhur disa herë te ai, por ai si babai kishte refuzuar këtë lidhje me pretendimin se vajza ishte e vogël dhe duhet mbyllte shkollën një herë, ndërkohë që Pavlini kishte mohuar që ai dhe vajzat kishin pasur ndonjë kontakt me njëri tjetrin. Në lidhje me ngjarjen, unë atë e kam mësuar nga televizori dhe kam qenë i pranishëm edhe në ceremoninë mortore të varrimit. Pavlinin e njoh pasi rreth 2-3 vite më parë, ai ka ardhur në banesën time në fshatin Pog bashkë me xhaxhain e tij Nikollën, ku ky i fundit më shprehu dëshirën për miqësi dhe për të marrë vajzën time nuse për nipin. Por unë i thash se vajza është shumë e vogël, rreth 13 vjeçe. Por disa muaj më vonë, Pavlini më kontaktoi sërish në telefon ku më kërkoi që të takoheshim. Takim që ndodhi pranë banesës sime dhe biseda u zhvillua nga makina, ku ai sërish insistoi, por unë ja bëra të qartë se vajza është ende e mitur dhe i kërkova të dija nëse kishte patur ndonjë kontakt me të, gjë që ai ma mohoi. Por në mëdyshje për sinqeritetin e Pavlinit, Vasel Koçeku tha se me të kthyer në banesë atë ditë, ai pyeti edhe vajzën nëse kishte kontakte me të riun, gjë të cilën edhe ajo sipas tij e mohoi, ndërsa ndryshe nga dëshmitarët e tjerë, ai mohoi po kështu të kishte komunikime me Pavlin Prekan, apo që ky fundit t'i kishte sjell njerëz në shtëpi, apo të kishte ardhur me ta për t'i kërkuar dorën e vajzës. Siç është edhe një nga dëshmit që flet për vajtjen e Pavlinit bashkë me dajën e vajzës për të kërkuar dorën, pasi ishte refuzuar herën e parë, kur kishte shkuar në familjen Koçeku bashkë me xhaxhain e tij. Unë nuk kam ndjeni për autorët e ngjarjes. Pas bisedës që bëm në rrugë, unë nuk pata më kontakte me Pavlinin. Pasi u ktheva në banesë, unë e pyeta vajzën nëse kishte folur ndonjëherë me Pavlin Prekën, por ajo ma mohoi një gjë të tillë. Në lidhje me vendodhjen time në datat 26-27 shkurt 2025, unë nuk e kujtoj me saktësi itinerarin, por besoj se kam qenë në banesën time në hot të ri. Ndërsa ajo që dua të theksoj është se Pavlini kishte marrëdhënie të mira me nipin e gruas sime, Claudio Lisaj, por vetë personalisht nuk ka marrëdhënie të shpeshta me familjarët e gruas. Të njëjtin qendrim mohues mbajti dhe bashkëshortja e tij, Age Koçeku, e cila u kujdes të theksonte se pasi mësoi mbi vrasjen e Pavlinit, bashkëshortja e saj kishte marrë pjesë në gjam, ndërsa mohoi që familjarët e saj të kishin njohje të ngushtë me viktimën Pavlin Preka. Unë nuk kam dieni që Pavlin Preka të ketë njohje shoqërore me ndonjë nga familjarët e mi. Për sa i përket Claudio Lisaj, ai është djali i vëllait, por nuk jam takuar shpesh me të, ndërsa bashkëshorti im ka marrëdhënie normale me familjarët e mi, por nuk ka afrimitet të madh. Për sa i përket vajzës, ajo është e fejuar që në muajin gusht të këtij viti dhe gjithçka është bërë me dëshirën e saj, pasi ka njohur një djalë. Por me interes për grupin hetues ishte edhe dëshmia e vajzës, dorën e së cilës pretendonte viktima Pavlin Preka, e cila tha se nuk kishte asnjë kontakt me të riun. Madje sipas saj, shumë vonë ka marrë vesh arsyen përse ai kishte mbritur herën e parë në banesën e tij. Kjo vetëm pasi babai i saj i kishte pyetur nëse kishte kontakte me Pavlin Prekan. Unë nuk e kam njohur më parë shtetasin Pavlin Preka, ajo që di është se 2 apo 3 vite më parë, ai ka ardhur bashkë me xhaxhain e tij në banesën tonë, ku është pritur nga babai im. Unë ato kohë nuk kisha dieni për arsyen e kësaj vizite. Motivin e mësova një vit më vonë, kur babai më pyeti nëse ky person më kishte dalë ndonjëherë përpara, gjë që unë e mohova. Unë me këtë shtetas nuk kam komunikuar kurrë as në rrjetet sociale. Lidhur mbi vrasjen e tij, unë kam parë një postim në Instagram nga një prej djemve të dajës që shkruante: "Unë ndave nga jeta kusho", por unë nuk kam dieni për ndonjë konflikt të babait tim apo të kushërinjve të mi me të tjerin. Në lidhje me Claudio Lisaj, njihemi pasi ai është kushëri dhe kemi marrëdhënie shumë të mira, por nuk di të them për njohjen e tij shoqërore me viktimën. Për sa i përket babait tim, në shumicën e kohës ai rri në shtëpi, por për shkak të profesionit si shofer ambulance i urgjencës, ai largohet vetëm kur ka thirrje urgjente për të ndihmuar persona të sëmurë. Por ndërsa dha këtë dëshmi, përgjimet ambientale sidomos midis të bijës dhe nënës së saj
dha një tjetër panoram të ngjarjes, ndërsa sipas grupit hetues, Vasel Koçeku dhe Klaudio Elisaj nuk patën asnjë komunikim në vazhdim midis tyre. Gjatë përgjimit ambiental të shtetasve Vasel Koçeku, Age Koçeku dhe vajzës së tyre A Koçeku, si dhe Klaudio Elisaj, janë përftuar biseda me interes midis shtetasve Age Koçeku dhe A Koçeku për autorët e dyshuar, si dhe për rrethanat dhe motivet e ngjarjes, ndërsa midis të dyshuarve Vasel Koçeku dhe Klaudio Elisaj nuk ka pasur asnjë komunikim. Do të ishin këto fakte dhe dyshimet të arsyeshme që 10 muaj pas ndodhjes së krimit, Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë, Juridiksioni Shkodër, të nxirrte një urdhër ndalimi për shtetasin Vasel Koçeku, babain e vajzës që pretendonte viktima Pavlin Preka, si dhe për shokun e tij të ngushtë dhe njëkohësisht kushuririn e vajzës Klaudio Elisaj, të cilët akuzohen për veprat penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim. Shtetas të cilët gjatë ndalimit të tyre refuzuan të jepnin sqarime mbi akuzën që ju atribuohet. Nga komunikimi deri tanishëm nuk rezulton asnjë konflikt dhe pistë tjetër që mund të çojë në vrasjen e shtetasit Pavlin Preka, përveç përpjekjeve të tij për të qenë me vajzën e të dyshuarit Vasel Koçeku dhe refuzimit të këtij të fundit për t'i dhënë dorën e vajzës. Nga hetimet del se ditën e ngjarjes ka pasur komunikim të drejtë për drejtë midis viktimës dhe të dyshuarit Klaudio Elisaj. Komunikim që ky i fundit nuk e ka deklaruar duke u shprehur se kishte folur me viktimën 4 ditë para ngjarjes. Po kështu, Klaudio Elisaj ka shmangur deklarimin mbi raportin që viktima kërkonte të krijonte me vajzën e Vasel Koçekut. Pavarësisht se ekziston lidhje gjinore drejt për drejt e tij me familjen Koçeku, si dhe marrëdhënia shumë e ngushtë shoqërore me viktimën, i cili emrin e vajzës e kishte të tatuazhuar në qafë, fakti i njohur ky në rrethin shoqëror. Në këto kushte, gjykata çmon se është objektivisht e pamundur që Klaudio Elisaj të mos kishte dieni për këtë raport të tentuar dhe për refuzimin e familjes së vajzës. Por po kështu gjykata çmoi në masën e ndalimit edhe provat që implikojnë babain e vajzës, si dhe kundërthënjet e tyre, të cilët kanë çuar prokurorin në dyshimin e arsyeshëm se Vasel Koçeku dhe Klaudio Elisaj kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin në vrasjen e 19 vjeçarit Pavlin Preka, mbrëmjen e datës 26 shkurt 2025 në fshatin Guciere në Shkodër në oborin e banesës së tij. Nga tabulatet telefonike rezulton se ditën e ngjarjes, datë 26 shkurt 2025, i dyshuari Vasel Koçeku ka qenë i loguar në zonën e Dukagjinit, njësia administrative Pult, dhe më pas është kthyer pasditën e të njëjtës ditë në Shkodër, gjë për të cilën as ai as familjarët e tij nuk japin të dhëna të sakta dhe të verifikueshme. Po kështu, nga përgjimi ambiental pranë IEVP Kukës, ku ndodhet vllai i të dyshuarit Klaudio Elisaj, janë përftuar biseda me interes hetimor, të cilat nga përmbajtja dhe konteksti dyshohet se i referohen drejt për drejt vrasjes së viktimës Pavlin Preka, ku krijohet dyshimi arsyeshëm se shtetasi Vasel Koçeku ka luajtur rolin e organizatorit dhe ekzekutorit të viktimës Pavlin Preka për shkak të informacioneve që kishte se viktima donte t'i rrëmbente vajzën e tij, duke qenë se ata e kishin refuzuar për fejesë. Dhe me ndihmën e Klaudio Elisaj dhe lidhjes së ngushtë që ai kishte me viktimën, i cili e ka thirrur në telefon në momentin para ngjarjes, gjatë kësaj kohe ekzekutori ka shkuar në banesë dhe e ka gjetur viktimën në obor, ku e ka qelluar disa herë duke e lënë të vdekur në vend dhe më pas janë larguar duke fshehur edhe provat e ngjarjes.